E vendosa dhe telefonin. Përshëndetje, zemrat e bukura, mirë se erdhet në vlog me Elin. Jam në makinë, e kam lënë ndezur sepse është shumë vap, do me thënë tani në mëngjes, tani është ora, akoma s'ka vaj 10:30. Nuk është shumë mëngjes, por kam dalë që në orën 8:30 afërsisht. Tani më tregon që është 30 gradë Celsius, në Greqi është shumë vap. Harrova tash, harrova që do thoja. Është shumë vap dhe kam lënë ndezur makinën që të rri air condition ose kondicioneri, AC, bëj fresk. Se nëse unë e mbaj fikur, dihet që bëhesh ujë ndjerës këtu brenda, vdes, mbaron. Atëherë, ja ku jemi përsëri, do të jemi këto 2-3 ditë bashkë, do të bëjmë shumë punë tek shtëpia. Po thuj se pjesa më e madhe janë reelsa në Instagram, do me thënë. Dhe shikoj që jo pjesa më e madhe, po një pjesë e juaj nuk ke në Instagram. Unë tani do shkoj të bëj një porosi, po jemi duke hyrë, po unë po merrem me disa robe, kam paketuar prap disa dimrore, nuk jam marrë akoma me organe, sepse më duan disa kutia, jo kutia prej kartoni, po janë këto të do me thënë që janë si tip çantash për të vendosur jastëkët edhe batanie dhe organ. Tjetër, kafen në dorë. Veshin se o të regova, kam një bluzë kështu shumë e bukur. Kjo i ka vetë ato recipeta sfungjerat. I preferoj do me thënë fustanet edhe bluzët jenë të atilla, për arsye se më ndihmojnë shumë që qëndroj më e lehtë, se jam gjatë gjithë ditës edhe në kamp edhe me makinë. Plus që merrem me Adrianën, njërë me Adrianën që çojnë balet e marr nga baleti. E çojnë në shkollën argëtuese, e marr nga shkolla argëtuese, do me thënë është shumë e lodhshme, po dhe nxjerr të argëtohet, patjetër. Kemi në plan që të shkojmë në pishinë, do të shkojmë edhe në pishinë, tash do të jemi këto 2-3 ditë bashkë. Shikoni pak të gjithë këtë rrëmuj që është bërë tek shtëpia, të gjitha këto do t'i pastrojmë. Procesi i larjes dhe shplarjes së shkallëve.
Ja dhe mini pazaret e mia, ka marrë 3 hudhra të mëdha për të bërë disa speca me kohë se doja, se këto të parat i mbaruam, do bëjmë prap. Mora majdanos freskët, sallat jeshile, mora dhe kështu fasule. Këto i mashurka, se këtu i thonë, do me thënë si fasule jeshile dhe unë gatrova. Ja këto mashurkat që do t'i gatuaj sot, por nuk është që kam ndonjë recet, do me thënë të veçantë. Këto mund bëhen edhe në furrën shumë të shishme, shumë të mira. Kam marrë disa patlıgjanat dhe më tepër i preferojmë të mbushur me qep me domate ose edhe të pjekura në furrë me hudhra. Patlıgjanat ishin shumë të mirë. E mora dhe pjeshka, të pjeshkat ishin shumë të mira. Do me thënë pazarat i kam bërë tek pazarat që bëhen çdo javë, këtu tek ne, është një ditë në javë, po mora edhe në Nexhik, që do me thënë e përdor në çdo gatim e pëlqej shumë. Mora edhe kastraveca, e nuk e di tregova të gjitha apo jo. Tu kastravecat më duket i ka marrë 2 euro, 3 kastraveca, nuk është ishin shumë të lira dhe domatet më qelluan shumë të mira. Edhe këto domatet ishin mjaltë të ëmbla. E të bëhemi që gati për në pishin, do ikim Adriana në pishin. Mora këtë kremin për Adriana dhe vajin për nxirje që e përdoru. Nuk e ndroj këtë vajin, kam shumë vite që përdor vetëm këtë dhe t'ju tregoj pak dhe çfarë kam veshur. Ja dhe hyrja, kemi bërë biletat të dyja që kanë kushtuar 16 euro. Po kemi marrë me vete këto pistoletat me ujë që do Adriana, morëm edhe peshqira. Ka këtu peshqira, por ne marrëm edhe me vete. Nuk është që unë përdor shpesh peshqirat që janë këtu tek pishina, marr edhe me vete. Erdhëm në fund të videos, unë jam bërë telef, nuk kam fuqi, tash do pim një kafe turke me Fatmirin në balkon, siç pim gjithmonë. Edhe do shihemi në videon tjetër. Bye bye.